Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte ka paralajmëruar se seanca përballet me një kërcënim serioz nga Rusia brenda një periudhe prej 5 vitesh. Gjatë një fjalimi në Londër, Rutte tha se Moska mund të jetë duke u përgatitur për një përplasje të mundshme me Perëndimin dhe theksoi nevojën për një përgjigje të koordinuar dhe të fuqishme nga vendet anëtare. Ai nënvizoi se NATO duhet të ndërmarrë hapa të shpejtë për të forcuar mbrojtjen kolektive, përfshirë riarmatimin e shpejtuar dhe rritjen e buxhetit ushtarak. Sipas tij, pritet që aleanca të vendosë rritjen e shpenzimeve ushtarake në 5% të PBB-s, secili vend ku 3.5% do të shkojë për kapacitete direkte luftarake. Kjo nuk ka të bëjë vetëm me Ukrainën, theksoi Rutte. Edhe në rast të një marrëveshje e paqe, kërcënimi rus do të vazhdojë për shkak të qëndrimit të militarizuar të Kremlinit. Plani i NATO-s përfshin rritjen 5 fish të mbrojtjes ajrore, shtimin e mira tankeve dhe forcimin e rezervave me miliona predha artillere për të bërë ballë ritmit të lartë të prodhimit ushtarak rus. Deklaratat e Ruttes kanë nxitur reagim nga Kremlini. Zëdhënësi Dmitri Peskov akuzoi NATO-n për sjellje agresive dhe përshkroi aleancën si instrument konfrontimi dhe agresioni. Pas vlerësimit perëndimor, Rusia pritet të ruajë një forcë aktive me mbi 600.000 trupa, të shpenzojë 6.5% të PBB-s për mbrojtje dhe të jetë në gjendje të kërcënojë lindjen e Europës përpara vitit 2030.